23. Para se të kalojmë në diskutim të rendit të ditës, kemi gjithashtu edhe konstatimin e dorëheqjes së anëtarit të forumit për barazi gjinore dhe të drejtë dhe pakicave. Të arsyeve personale nuk është në mundësi të marrë pjesë në këtë forum dhe ku ka dorëzuar me datën dorëheqje ka dorëzuar me 31 gusht të vitit 2023, numër 02-082 23-398 Fypërnje. Atëherë falenderoj zonjën Nela për bashkëpunim dhe uroj sukses në punën e saj të mëtejshme. Kalojmë do të thotë në pjesën e procedurës verbalit. Atëherë meritimi i procedurës verbalit mbledhën e dytë seancës së parë të rregull të Kuvendit të Komunës së Ulqinit, të mbajtur me datën 31 të shtatit, dhe atëherë ka dikush nga këshilltarët vërejtje në proces verbal? Në qoftë se jo, atëherë konstatoj se proces verbali i mbledhjes së fundit është miratuar. Kalojmë në rendin e ditës. Do të thotë në propozim të rendit të ditës kemi 2 pika dhe ato janë pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve dhe 2 propozim vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të buxhetit të Komunës së Ulqinit për vitin 2023. A ka dikush nga këshilltarët propozim për ndryshimin e rendit të ditës? Në qoftë se nuk kemi, atëherë e qes në votim këshilltari Dragaj, pardoni. Faleminderit i nderuar kryetari i Kuvendit, i nderuar kryetari i Komunës zotëri Bajraktari, të nderuar këshilltar dhe këshilltare, i nderuar ekzekutiv, nënkretar të Komunës, të nderuar përfaqësues të medias. Kam 2 pyetje për kryetarin e Komunës. Fitim, duhet më parë me aprovu rendin e ditës për pyetje përgjigje. Kam keq kuptuar, kam menduar se ke thënë pyetje këshilltarëve, ha? Okej. Vetëm sa e votojmë, pastaj dalim pikën e parë rendit ditës. Në rregull. Vetë procedurale. Faleminderit. Kërkoj falje edhe një herë, vetëm ishte pjesë procedurale që do thotë pjesën e votimit, do thotë e qesim më parë rendin e ditës me 2 pikat të propozuara, do thotë pika e parë rendi ditës është pyetje dhe përgjigje të këshilltarëve, kurse pika e dytë propozim vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të buxhetit të Komunës së Ulqinit për vitin 2023. Do thotë dikush nga këshilltarët ka propozim për ndryshimin e rendit të ditës. Në qoftë se nuk kemi, atëherë e qes në votim propozim vendimin. Kush është pro këtij vendimi, me këtij vendimit të rendit ditës? Thotë 19 vota pro, kundër përmbajtur nuk kemi atëherë. Atëherë konstatoj se është miratuar rendi i ditës me 2 pika të saja dhe atëherë kalojmë në pikën e parë të rendit ditës, e cilët janë është pyetje dhe përgjigjet e këshilltarëve. Kush nga vetëm dua të cek që ende nuk kemi përgjigjen në 7 pyetjet e këshilltarëve dhe kërkoj që edhe një herë nga kryetari i Komunës që ti shikojmë që të përgjigjet në sekretariatet përgjegjëse në formë që të plotësohet edhe kjo pjesë e përgjigjeve. Atëherë hap diskutimin për pikën e parë rendit ditës. Kush nga këshilltarët dëshiron fjalën? Këshilltari Fitim Dragaj, urdhroni. Edhe i herë pyetje, domethënë që doja të parashtroja kryetarit të Komunës, janë 2, domethënë në lidhje me
një dokument, një kërkesë të cilën e kam dërguar përmes shërbimit të Kuvendit, datës 28/12/2022, ku thot, kërkesë për vendimin për subvencionim të çmimeve. Bazuar në ligjin për veprimtari komunale, në 54A, flet zyrtare Malit të Zi 140/22, me datë 16/12/2022, paragrafi 1, i cili parashaq që nga buxheti komunal mund të subvencionohen kategoritë të rrezikuara, të cilat janë përdorues të shërbimeve si ujë i pishëm, tretë ujëve të zeza, pastrimit, transporti urban dhe zonat periferike dhe shërbimet e parkimit. Në këtë kërkesë kam kërkuar, domethënë, që t'i kalohet ekzekutivit përgatitja e këtij dokumentacioni. Paraprakisht do t'ishte mendoj unë, do t'ishte e udhës që dokumenti të kishte kaluar te ekzekutivi, të para përgatitej dokumentacioni, domethënë, për këto kategori shërbimesh, se sa familje mund t'jenë në komunën e Ulqinit që i përkasin këtyne kategorive, pastaj paraprakisht ta diskutonim është apo s'është, domethënë, e përballueshme për buxhetin e komunës dhe të kalohej në votim nëse ishte pa, domethënë, e arsyeshme. Këto familje, domethënë, këtu mund të hyjnë, domethënë, familjet me antar me invaliditet, familje të cilat janë përdorues të ndihmës sociale dhe nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme. Kjo kërkesë, domethënë, ka qenë, domethënë, një afat 6 mujor për të përpiluar si informacion bazë dhe unë nuk kam marrë asnjë përgjigje, nuk e di. Pyetja e dytë ka lidhje me votimin të cilin e kemi kryer në Kuvend, gjithë këshilltarët, ku janë votuar me shumicë votash ngritja e përmendores Skënderbeut. Pastaj janë edhe disa pika tjera, të cilat janë Biblioteka e Ulqinit, janë emërtimi i qendrës për kulturë, është Shtëpia e Shëndetit Bogdan Vujoshević, për emërtimin, domethënë, të doktor Shuaib Resulbek e kështu me radhë. Ka disa pika, domethënë, që kanë kaluar në votim. Por këto vlen të ceke, domethënë, se ky afat është i përcaktuar deri me 31 deri në dhjetor 2023. Do të thotë, nëse nuk kryhen deri në këtë afat, ose nëse ndonjë nga këto është realizuar deri më sot, kisha dashur me marrë një përgjigje. Faleminderit. Faleminderit e i nderuar këshilltar. Dikush tjetër nga këshilltarët dëshiron të parashtroj pyetje? Këshilltari Haxhi Sulejmani, urdhëroni. Nderuar këshilltar, kolegë dhe këshilltare, nderuar kryetari i Kuvendit, nderuar kryetari i komunës, kemi shumë gjëra të cilët bim në Kuvend, që kur unë isha kryetari i Kuvendit, dhe vazhdon në njëjta procedurë, bim vendime, realizime nuk ka. I vej pyetje vetë dhe them nga njëherë, a mund të qëndrojmë edhe pa Kuvend? Ashtu vjen ajo e fundit. Zotëria, kolegu im, e ngriti një çështje shumë më rëndësi. Edhe po më vjen mirë një ndër tri që u çu dhe u ballafaqu me problemet që kemi. Shtatura e Skënderbeut ka 2 vjet që e lëvizim herë poshtë herë lart. Tani kam rritur në ranë poshtë. Kam më rrit çka duket edhe në shtek bash ose edhe në malit. Mos lujm me njerëz, me patriotat, me fytyrat tona kombëtare. Duhet kemi kujdes. Por kjo nuk është e meta aty në që diskutojnë rreth kësaj, edhe që japin propozime. E meta është e jona. E Kuvendit, këshilltarët kanë kryer punën e tyre, kanë votu edhe e kemi kaluar. Por
Problemi është që ne nuk jemi në krye të detyrës. Ose ti thonë që nuk mund t'i bëjmë, ka kry kjo punë. Vendimet e kuvendit binë poshtë, kanë ato afatizimet e veta. Dikasteret që merren me këtë punë, kolegët e mi, shokët e mi duhet t'jenë ma azhur, t'jenë ma të shkahën të punë. Se çdo gjë ka një fillim dhe një marim, ka një vendim dhe një marim vendimit. Kemi shpinë për kulturë, kemi, s'po flas për foshnjorën në Katërkoll, 2 vjet, kërkush se ngrit zonin. Fëmijët tonë, foshnjët tonë në Katërkoll janë në shkollën Bedreli Zaka. Kalçu drejtori të falëndëruar, kalçu një vend atje, edhe foshnjoria që është një ndër më moderne të bëmë çështën në trevat e Ulçinit nuk funksionon. Unë ve pyetje tani pse nuk funksionon, u do të shtyr pyetje këshilltarit më. Pse nuk funksionon? Diku është qëllimi. A kupton. Atëherë kemi me vunë në shtëpitë kulturës, në bibliotekë. Unë nuk më kuptu drejtorët e dikastera që s'marrën me këtë punë. Sa kam informacion unë prej sekretarës kuvendit, janë ngritë shkresat, janë shkru shkresat dhe janë bën, i ka kry detyrimet e thoa, dhe kam besim plot. Pse nuk kryhen të veprime? A thu që administrata jonë është aq e mangët? Nuk është. Unë për veti, për staturin e Skënderbeut, me kryetarin e kaluar kanë kry krejt procedurat. Për një kohë shumë shkurt, kur jam angazhu maksimalisht. Ka në pyetje tenderi nuk e kanë nënshkru. Ka kanë vetëm edhe një hipotekë dhe një nënshkrim. Se kanë nënshkru gjana që s'duhet të them këtu, por e falenderoj për atë që kam rritë deri në tender me çu. Sot as si bisedohet, as si diskutohet, jo në tender, po diskutohet për atë çështje hiç. Për staturin e Skënderbeut. Mos kemi frikë për Skënderbeut? Nëse kemi frikë, ti tregojmë popullit që kemi frikë. Unë e falenderoj Ministrinë e Kulturës, i falenderoj gjithë, i falenderoj ju këshilltarë që keni votuar tam. Por ta çojmë dorën, edhe më të bëhet kur gjë, kjo është mëkat politik. Tjetër desha të them edhe diçka tjetër në lidhje me vendimet që janë marrë në lidhje me shtëpinë e lindjes. Vendim shumë më rëndësi. Unë ka ardhur shumë këtë ditë, mesa e të nderuarit doktor Rësëlbegoviqit, ka pyet çka po bëhen. Ka drejt pyes popullit se të kallon votën për çka po bëhen. A kupton? Ai është njeriu i jonë, është njeriu i Ulçinit, mjek i nderuar për ne gjithë. S'po flas më për Gjon Buzukun e për po e lan, po e shoh që nuk ka gjë, po bëre për njeriu e Ulçinit, njeriu që është secili ulçinak, ku mund marr pjesën krejt, duke përfshirë edhe anën e malit, ka një qasje të pozitive ndaj tij. Po them që janë të gjëra që duhet të jemi pak më argëllë, të jemi pak më kërkesat tona duhet edhe vendimet tona duhet të përcjellim, duhet më njëherë të realizojmë, e jo kështu. Një pjesë fajt e kam mëllon me ju. Jam mundu, s'kam mujtë të bëj. E gjëra tjera të cilët unë mendoj që e los kryetarin e kuvendit që me influencën e tij duke i ndihmuar na si shqiptarë që ka nevojë të realizojmë vendimet që marrim në kuvend. Unë ju falenderoj që u mora pa kohë, por për të mirën e tij kuvend, për ecurinë që popullin që na dëgjon, për votuesit që na ka votuar, të jemi transparent ndaj tij. Ka ardhur shumë keq, po përsëritem më një herë, kur e kam pa që duhet me vun këto, duhet me vun staturin këtu, duhet me vun aty. Kja është krejt mos përgjegjësia jona. Këtë kemë të tamë. Faleminderit. Faleminderit Axhi. Dikush tjetër nga këshilltarët dëshiron fjalën për pikën e parë të rendit të ditës, parashtrojnë pyetjet. Unë pejtohem fare, do thotë edhe me këshilltarin, do thotë Sulejmani edhe Fetimin, në formë që ne duhet këtu të parashtrojmë më shumë pyetje në formë që të nxisim paksa edhe punën e ekzekutivit në formë që të realizohen disa çështje që ne këtu edhe i votojmë, do thotë ne me votimin e
juaj këtu në kuvent mundësohet do të thotë edhe ndryshimi I disa pjesëve në do të thotë në ndikimin e punëve në ekzekutiv, por edhe drejt për drejt të qytetarit e jonë. Unë kishe lutur do të thotë që këto dy pyetje do të thotë të fitohet një përgjigje sa më e shpejt për arsye se është fundi I vitit dhe të shohim se çfarë mund të realizohet deri në fund të vitit. Me që e kemi edhe sekretarin këtu, do të thotë edhe personalisht I drejtohem që në formë do të thotë të shikojmë ku ka mbetur puna dhe të fitojmë një përgjigje për këshilltarit sot. Jo më duke menduar në sekretarin për çështjet e kulturës. Atëherë vazhdojmë me nëse nuk kemi diskutim nga këshilltarët për pikën e parë të rendit ditës, atëherë e mbyll pikën e parë dhe kaloj në pikën numër 2 të rendit të ditës, I cili është propozim vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të buxhetit të komunës së Ulqinit për vitin 2023, ku propozues është kryetari I komunës, kurse përpunues sekretariati për financa dhe buxhet. Atëherë lus kryetaren e statutit për Këshillit për statut dhe dispozita që të na lexojnë raportin e komisionit. Nela Radinović, për arsye se këshilltari I lirë Radinović Milović, nuk e kemi kryetarin këtu doktor Ilir Çapurin, atëherë fjalën do ta marrë Zavencija, do të thotë antarja e këtij këshilli. Nela, izvoli. Hvala. Dakle, čitam, najprije da vas pozdravim sve. Pročitat ću izvještaj Odbora za statut I propise Skupštine opštine Ulcinj. Dakle, na sjednici održanoj 26.10.2023. godine prisustvovali su Ilir Čapuni, predsjednik odbora, članovi Nela Milović, Mustaf Bali, Čemal Bajri, Bojan Četković I Fitim Draga. Sjednici je prisustvovao I ovlašteni predstavnik predlagača, sekretar sekretarijata za financije I budžet Arjan Murati. Odbor za statut I propise Skupštine opštine Ulcinj razmotrio je sljedeću tačku. Prijedlog odluke o izmjenama I dopunama odluke o budžetu opštine Ulcinj za 2023. godinu. Odbor je jednoglasno sa 6 glasova za zaključio da predloži Skupštini da usvoji navedeni prijedlog. Prisutni članovi Odbora za statut I propise mišljenja su da je navedeni prijedlog u skladu sa zakonom, stoga se predlaže Skupštini opštine Ulcinj da isti usvoji na sjednici. To je to. Hvala vam. Hvala, Nela. Herë ftoj kryetarin e Këshillit për buxhet dhe financa, këshilltarin Haxhi Sulemani, të na lexojë raportin. Këshilli për financa në mbledhjen e majtur sot në orën 9 në tavën e vogël të komunës së Ulqinit, ku morën pjesë Aslan Luni, Nela Milović, Monika Rudović e Haxhi Sulemani. Unë si kryetar I Komisionit për Financa kam bërë elaborimin tem që du ta bëj edhe tash, që nuk duhet dalma të marr kohë. Kam dhënë një mendim pozitiv duke mos ndikuar në antarët e komisionit, që mendoj që e kam pas me vend, për arsye se ndodhni para një rebalanci që është në kohë, një rebalanci ku trendet janë pozitive, kur ketë holla atëherë edhe në rebalans vepron më lehtë, në ato shprestinat të cilat gjithmonë të I kalohen në buxhet, edhe unë mendoj që e gjithë kjo është si merit normalisht e drejtorit dikastrit, po e gjithë neve që kemi punuar. Domthonë gjithë neve së bashku gjendemi në një situatë më mërmendja vite me radhë që jam si këshilltar, nuk duhet ta livdoj diket se kam një simpati, po shkojnë nga realiteti gjithmonë. Vite me radhë nuk kemi pas buxhet më stabil edhe të flasim sot për rebalancin për plotësimin e atyre të kalimeve që
kur ka të holla bëhet shumë lehtë. Edhe unë ju falenderoj juve, edhe ju falenderoj sekretarin, normalisht drejtorin e kafe, edhe ju sekretarëve gjithë që keni punuar, unë ju them një fjalë kështu si këshilltar, ju lumt. Tani duhet të gjatë këtij diskutimi, të mos e marr më kohë, duhet të them disa pjesë ka që janë të kalu, por megjithatë janë gjitha në normat e normale. Ka marrë pjesë kryetari apo sekretari apo drejtori i dikasterit, edhe ka elaboruar në mënyrë të shkëlqyeshme atë se çka është bën, edhe çka ndryshimet që janë bën, kërkesat që janë bën, diskutimet që ka bën me sekretarët të sekretariateve, që kanë ardhur në një përfundim që sot nuk ka nevojë të diskutojnë, çdo gjë është kryer si duhet, mendoj unë. Edhe unë të njëjtën gjë, njëjtin veprim kam bën, çdo ku sekretarja kam pyet nëse ka nevojë diku që të plotësohemi për rebalans. Fjalën e kam marrë ka pas kërkesa, janë disa kërkesa të vogla që janë bërë disa plotësime me kërkesën e kryetarit të kuvendit apo antarit të forcës së re demokratike, ata janë intervenime shumë të vogla që nuk ka nevojë të i cekim këto, por duhet i përmendi vetëm për arsye se janë aq të që nuk ka nevojë të përmenden për arsye se janë shumë të qelluara çdo kërkesë që është bërë. Edhe për këtë po them nuk ka pas dalon sekretari i ka pranuar të gjitha, edhe kemi janë dakord që ato kërkesa të jenë pjesë e rebalancit të buxhetit. Dalon të jenë pjesë e saj, edhe kështu që unë mendoj që diskutimet të përfundojnë sa i përket asaj. Në fund e kemi votuar edhe kemi ardhur në përfundim që këtë i kaloj kuvendit, edhe ju të dashur shqiptar të merrni pjesë në rebalans, normalisht që ne nuk kemi të pagabueshme, mendimet tona janë shumë objektive, por megjithatë ju mendoni pak më ndryshe, nëse e keni lexuar dhe e keni shqetësuar mirë, është mirë se ku ka debat, ka demokraci, ku ka debat, ka dhe përfitim edhe sekretari i cili udhëhec me financa, edhe sekretarët tjerë që udhëhecin në pushtetin lokal bashkë me kryetarin e kuvendit, bashkë me kryetarin e komunës. Unë ju lut juve si tri që dilni në foltore, të jepni vërejtjet e juaja. Vërejtjet janë ato që këtë kuvend, këto njerëz që i kemi në udhëheci i çojnë përpara. Në qoftë se rrim të qetë, nuk flasim kur gjë, atëherë mund na mëna edhe pa kuvend. Faleminderit. Faleminderit Axhi. Atëherë konstatoj se dy këshillat kanë ja pëlqimin e tyre sa i përket kësaj pikë të rendit të ditës. Atëherë plus për punuesin, thotë sekretarin e sekretariatit për financa dhe buxhet, Arjan Murati të marrë fjalën. Urdhëroni. Nderuari kryetar i kuvendit zotri Ardian Mavrić, nderuari kryetar i komunës zotri Omer Bayraktari, të nderuar kolegë dhe kolegë këshilltar, gjithashtu të nderuar kolegë sekretar mjetet të informimit, qytetar të dashur, përfitojnë nga rasti ju përshëndes të gjithëve. Për sa i përket vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të buxhetit të komunës për vitin kalendarik 2023 apo rebalansi i buxhetit të komunës për këtë vit, rebalansi është përpunuar në bazë të ligjit për veçqeverisjen lokale, ligjin mbi buxhetin dhe përgjegjësinë fiskale, si gjithashtu edhe në bazë të statutit të komunës së Ulqinit. Për sa i përket rebalansit të komunës së Ulqinit, janë kaluar gjitha ato procedurat ligjore. Rebalansi, pra vendimi për rebalansin e komunës së Ulqinit për këtë vit ka pas shqyrtimin publik, i cili ka zgjatur prej datës 13 shtator deri me datën 28 shtator, pra 15 ditë. Menjëherë mbas përfundimit të shqyrtimit publik, kemi përpunuar vendimin draft, vendimin final, të cilin ja kemi dërguar Ministrisë së Financave për shqyrtim dhe vërejtjet e tyre. Ato Ministria Financa kur e ka shqyrtuar vendimin të cilin ja kemi sjellur apo ja kemi dedikuar, ato kanë dhanur, nuk kanë dhënë, me thënë në sjelljen në shkresën të cilën na kanë dërguar neve si sekretariat për financa dhe buxhet, nuk kanë pas asnjë vërejtje dhe kanë dhënë mendimin
pra pëlqimin pozitiv për sa i përket vendimit të ndryshimit buxhetit komunës për vitin kalendarik 2023. Për sa i përket rebalansit të komunës së Ulqinit, i kisha cekur 3-4 arsyet kryesore pse sillet ky vendim në seancën e kuvendit komunal. Njëri është për sa i përket ligjit pra marrëveshjes kolektive në fushën administratës, pra tu kemi të bëjmë me pagat apo rrogat e punonjësve të komunës Ulqinit. Ky ligj është sjellur me datën 15 shkurt të vitit kalendarik 2023, pra ka ardhur deri tek ndryshimi i koeficienteve të nëpunësve, pra thjesht mund ta quajt deri tek rritja e rrogave. Rritja e rrogave, domethënë bazë kvalifikimeve dhe koeficiente të cilët janë rritur diku rreth 30% në tërësi. Kur i kemi planifikuar rrogat vjet në muajin nëntor, kur kemi përpuluar buxhetin për vitin 2023, nuk e kemi ditë se ka marrë të një vendim i tillë, pra tani rrogat të cilat janë paraparë me buxhetin e komunës së Ulqinit në shumën prej 2.3 milion euro, me rebalansin e komunës së Ulqinit parashihen në shumën prej 3.1 milion euro. Si një arsye tjetër pse sillet rebalansi i komunës së Ulqinit është edhe projekti me KfW Bankën, i cili përfshin shumën 20 milion euro, marrëveshje vjet kur kemi planifikuar buxhetin e vitit 2023, në marrëveshje me Ministrinë e Financave dhe organet mbikëqyrës të këtij projekti, na kanë sugjeruar që shumën prej 4.1 milion euro ta parashofim në buxhetin e vitit kalendarik 2023, mirë po gjatë vitit 2023 këto mjete nuk janë paguar nga thesari apo xhirollogaria e komunës së Ulqinit, por janë paguar drejt për drejt nga kreditori, pikërisht nga ana e Ministrisë Financave. Kështu që kemi qenë të obliguar që shumën prej 4.1 milion euro, të cilët e kemi paraparë në buxhetin e komunës së Ulqinit për vitin 2023, ta heqim komplet, domethënë 4.1 milion euro nga ky vendim. Gjithashtu, për sa i përket nga anave tyrave, nuk di sa keni vrejtur, pra tatimet në përgjithësi të cilat me buxhetin e vitit 2023, të cilat kanë qenë parapara në shumën 4.6 milion euro, me rebalansin e komunës së Ulqinit parashihen të rriten për 1 milion euro, pra në 5.6 milion euro. Për sa i përket hyrave në tërësi në komunën e Ulqinit, domethënë gjendja është fenomenale, gjendja është e shkëlqyeshme. I falenderoj gjithashtu gjithë ato shfrytëzues dhe sekretariatet tjerë të cilët bajnë pjesë në buxhetin e komunës së Ulqinit. Gjithë ato kanë dhënë ndihmën maksimale që gjithë ato dhëna të cilat janë paraparë me buxhetin e komunës së Ulqinit për vitin 2023, besoj se në fund të vitit kalendarik kjo shifër e cila parashihet me rebalans do të realizohet 100%. Buxheti total me vitin 2023 ka qenë i paraparë në shifrat prej 7 milion euro, ndërsa me rebalansin me vendimin për rebalansin e buxhetit komunës parashihen 16 presje 1 milion euro. Pra buxheti do të zvoglohet, do të zvoglohet, dhe me thënë diku rreth një presje 7 milion euro, edhe pse duhet ta ceki edhe pse nga buxheti e hekim projektin për sa i përket i cili ka qenë i paraparë për furnizimin me ujë të pishën diku në shumën presje 1 milion euro, buxheti në tërësi nuk zvoglohet për 4 presje 1 milion euro, sepse të ardhurat në komunën e Ulqinit janë çdo ditë më të maja, siç e ceka, dëshiroj t'i falenderoj gjithë shfrytëzuesit e buxhetit, gjithashtu në koordinim me kryetarin e komunës, do ta ceki gjithashtu që edhe vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit buxhetit për vitin 2023 kryekput është i punuar dhe i përpëluar në bashkëpunim me gjitha sekretariatet apo organet përkatëse të komunës së Ulqinit. Tu dëshiroj të veçoj 2 sekretariatet të cilat janë shfrytëzues më të madh të buxhetit, është sekretariati për investime, gjithashtu edhe sekretariati për veprimtari dhe çështje komunale. Gjithë ato kërkesat e tyre, të cilat ato i kanë pasur, domethënë që duhet parashihen, gjithë ato kërkesa domethënë janë aprovuar nga ana sekretariatit për financa dhe janë të përfshirë
në rebalansin e komunës së Ulçinit për vitin 2023. Gjithashtu kryetari i komunës në bashkëpunim me drejtorin e organizatës turistike kanë paraparë që gjatë 2 muajve, dhe me thënë gjatë muajit nëntor dhe dhjetor, do të ketë disa manifestime në komunën e Ulçinit. Vlen të ceket manifestimi i cili vjet ishte në komunën e Ulçinit, siç ka kanë çekur ato mundiali i miqësisë, parashifet me rebalansin e buxhetit të komunës së Ulçinit diku rreth 40.000 euro. Gjithashtu pritja vitit 3 dhe dekurimi, manifestimi i pritjes vitit 3 dhe dekurimi apo ndryqimi i cili do të jetë në territorin e komunës së Ulçinit, parashifet shifra 120.000 euro, 50.000 për dekurim, ndërsa 70.000 për manifestimin për ditët e vitit 3. Dëshiroj ta ceki sot në gjatë seancës apo këshillit për financa dhe buxhet. Këshilltari Aslan Dunji ma ka shtruar një pyetje sa janë në përgjithësi shlyer apo paguar nga ana xhillogarisë së komunës së Ulçinit për kontribute ndaj administratës tatimore, me përgjegjësi të plot, e them para gjithë qytetarëve dhe gjithë punonjësve dhe këshilltarëve të komunës së Ulçinit, që për vitin kalendarik 2023 nga ana xhirollogarisë së komunës së Ulçinit vetëm për kontribute janë paguar afro 2 milion euro. To nuk janë shifra të vogla për sa i përket kësaj çështje, duke e ditur se gjatë viteve të kaluara në komunën e Ulçinit vetëm për sa i përket kësaj çështje nuk janë paguar diku në shifra totale as 300.000 euro. Për një vit kemi arritur të shlyem 5-6 vite të tëra. Se cila rrok që ka paguar për punonjësit e komunës së Ulçinit, gjithashtu për gjithë shfrytëzuesit e buxhetit paguan gjitha tatimet dhe kontributet përcjellse. Për sa i përket reprogramimit të cilën e kemi të nënshkruar me Ministrinë e Financave, ajo paguat, lirisht mund ta them, edhe 1 muaj para kohe. Për këtë arsye edhe në atë rang listën e Ministrisë Financave nuk ndodhemi më në vendin e parë, por jemi diku në ato 4-5 vendet e para. Gjithë ato mjetet të cilat parashifen për ato punëtor të cilat i kanë plotësuar gjithë ato kushtet që ta shfrytëzojnë pensionin ku kanë punuar në komunën e Ulçinit, kemi paguar mjete të ndryshme. Për sa i përket atij aspekti, dëshiroj ta ceki që rrogat në komunën e Ulçinit, edhe pse me vendimin e ri të cilin e ka sjellë qeveria Malitzi, përkatësisht Ministria e Financave, diku komunën e Ulçinit në nivel vjetor ato dhe me thanë bajnë pjesë diku rreth 1 milion euro me shumë se qisin. Nuk kemi pasur kurrë problemit, gjithë ato shlyhen dhe me thanë bazë datës dhe radhitjes të cilët e kemi. Dëshiroj ta ceki edhe këtë, se rrogat në buxhetin e komunës së Ulçinit, në buxhetin total, bëjnë pjesë vetëm 18 presje 75%. Dikur në buxhetet e komunës së Ulçinit vetëm rrogat kanë bërë pjesë 50%. Jemi në një trend të mirë. Kemi ardhur total deri te konsolidimi i financave të komunës së Ulçinit. Gjithashtu me këtë rebalans të komunës së Ulçinit parashifen mjete më shumë për sa i përket ndërmarrjeve publike. Kemi shkuar diku në formë lineare, i kemi rritur ato mjete për të gjitha ndërmarrjet prej 10 deri në 15%. Në diskutim me kryetarin e komunës së Ulçinit jemi dakorduar, kemi 3 ndërmarrje të cilat i kanë vështirësitë e veta në punën e vet. Ajo është ndërmarrja agjencioni apo upini, Radio Ulçini dhe ndërmarrja për mbrojtjen dhe kultivimin e egërsira gjatë kvartalit të vitit 2024, edhe pse ndoshta në këtë moment kanë vështirësi dhe ndodhen prej 10 deri në 12 rroga, ato do të vinë në zero. Gjithë ato obligime të cilat ato i kanë ndaj punonjësve të vet, ato do të vinë në zero, ndërsa ju si këshilltar të kuvendit komunal dhe ne si digasterët kryesor apo sekretar të cilët jemi të obliguar të bëjmë mbikëqyrjen e punës së atyre ndërmarrjeve, do t'i pyesim kur të vinë te llogaria përfundimtare apo bilanset përfundimtare kur do t'i kenë të ndërmarrje, ta shohim sa janë ata mjetet të cilat i paguhen nga komuna e Ulçinit dhe sa janë ato mjetet të cilat ato kryekput me punën e vet profesionale si e bajnë, mjetet vetanake të
të cilat sa i kanë dhe besoj se do të vinë deri dhe një përfundim se cila ndërmarrje ndoshta ndonjëna edhe nuk është e nevojshme që të vazhdohet, ndonjëna ndoshta duhet edhe ti mundsohet dhe të përkrahet edhe me shumë se çlypet, siç e ceka pra trendet janë pozitive. Jam i bindur që ky rebalans, ky buxhet i komunës së Ulcinit gjatë deri në fund të vitit kalendarik do të realizohet 100%, kështu që i lus gjithë këshilltarët që ta përkrahin, domethënë një zërit vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e buxhetit komunës së Ulcinit për vitin 2023. Ju falenderit. Faleminderit sekretar. Atëherë hap diskutimin për pikën e parë të rendit ditës, cili është propozim vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të buxhetit të komunës së Ulcinit për vitin 2023. Kush nga këshilltarët dëshiron fjalën? Bojan Četković, izvoli Bojane, izvini. Poštovani predsjedniče Skupštine, poštovani predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, kolege odbornice i odbornici, dragi građani i građanke, prije svega želim da vam čestitam svim građanima i građankama Crne Gore novu 44. vladu, koja sam siguran biti upamćena kao najbolja vlada od usvajanja višestranačja. Kad je u pitanju ovaj rebalans koji imamo danas na dnevnom redu, čisto zbog građana bi se osvrnuo na par stvari, kao na primjer Ulcinski mundijal prijateljstva 40.000 eura, što je za svaku pohvalu za prezentaciju u Ulcinjaj, svaka čast na tome. Što se tiče Otranta, sa 180.000 eura na 300, nadamo se da će Otrant uskoro biti u prvu ligu kad su ovolika izdvajanja za klub. Što se tiče spomenika, sad vidimo ovdje u Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i društvene djelatnosti spomenici, izgradnja spomenika Đerđu Kastriotu Skenderbegu sa 80.000 na 1.000, vidimo idejno rješenje za taj spomenik sa 8.000 na 1.000, vidimo da izrade biste doktora Šujaba Resulbegovića, postavljanje biste Mirku Srzentiću i izrada i postavljanje ove spomen ploče. Sve je smanjeno, što znači da čisto zbog građana da je ta sjednica koju smo imali ljetos i koja je bila onako iscrpna i dugotrajna i nismo znali će li biti usvojena ili neće, eto dokaz da je to još jedna politizacija te teme i podjela između građana. Ali eto čisto radi građanja mali podsjetnik, ali i kolege su prije toga pričali da od toga još uvijek nema ništa. Nadamo se da će od toga biti nešto da ne bi samo uznemiravali građane zbog nekih tema koji stvarno nisu bile prioritet u datom momentu, ali eto vidimo i sad da nisu prioritet. Što se tiče ukrašavanja grada, vidim 50.000 eura za ukrašavanje grada. Mi se nadamo da će ti ukrasi biti ljepši i neki novi, da se ne koriste oni ukrasi koji su stariji od većine odbornika u ovom sazivu. Eto, čisto mali apel. A što se tiče rebalansa, pohvalio bi većinski ove tačke rebalansa, eto mali apel da se ova reprezentacija kad je u pitanju rebalans čisto na određene službe da se malo, da ne budemo kao oni što su 30 godina vladali, da malo to svedemo na toliko koliko imamo. I pohvala svakako za ove službe koji su i smanjili reprezentaciju, a kamoli nisu potrošili ni ovo što imaju. Kad je u pitanju glasanje o rebalansu, naš odbornički klub Demokrata će svakako podržati ovaj rebalans budžeta. Hvala. Hvala Bojane. Kush nga këshilltarët dëshiron fjalën për këtë pikë të rendit të ditës? Edhe njëherë dikush nga këshilltarët dëshiron të marrë fjalën, nëse jo atëherë kishe lutë për fjalën përfundimtare të sekretarit për financa dhe buxhet. Nuk doni.
Në qëse se nuk kemi më të interesuar për diskutim nga këshilltarët, atëherë mund ta mbyll diskutimin për pikën numër 2 të rendit të ditës dhe të vazhdojmë në pjesën e votimit. Atëherë mbyll diskutimin për pikën numër 2 të rendit të ditës, propozim vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të buxhetit të komunës Sulqin për vitin 2023, ku shumica e duhur është shumica absolute. Atëherë e qes në votim këtë pikë të rendit të ditës. Gjithë janë të sasha. Nëse dikush nga këshilltarët nuk është prezent, atëherë lut që të kthehen në sallë. Të mundemi pauzë 5 minuta dhe vazhdojmë me pjesën e votimit. S'është problem, ju lutem rrini këtu për pauzë 5 minuta për sa i përket edhe mediave. Transmetim live në televizionin